ju jeni edhe prind. Tregom lidhjen me fëmijët e juaj. Po, unë kam 4 fëmijë, do të thotë edhe nga martesa e parë edhe nga martesa e dytë. Kam vajza tash është asistente e psikologës, është 25 vjeçare, vajza e madhe, Nisa. Djali i parë i madhe do të thotë është Arisi. Ai është në studime tash në teknologjisë informative. Edhe 2 fëmijët e vegjël janë Beni, e ka në vitin 2018, edhe Ana në vitin 2019 nga martesa e dytë. Tregom si të lidhjen tënde me ta. Ne po jetojmë me një kohë shumë maskiliste, ku bullizmi gjithçka është prezent. A ki frikë për fëmijët e tu sot? Të them të drejtë, do të thotë me këta të mëdhajt nuk kam pas problem, do të thotë janë rrit me nonën e tyre, do pas divorcit që e kam pas unë. Mirë, po kontaktin e kemi pas të vazhdueshëm dhe sot e kësaj dite do të shëndosh? Po, pa asnjë problem. Kemi kontakt të vazhdueshëm pasi ka ndiku do të thotë edhe edukata dhe kujdesi i nonës tyre tek ta. Mirë. Me këta të vegjëlit këta i shoh shumë më rrallë. Po, për shkak të disa pengesave cilat janë për momentin të përkohshme mes meje dhe tashmë ish bashkëpunëtës time nga martesa e dytë. Mirë, po kam një lidhje shumë emocionale edhe me këta të vegjël, do të thotë edhe kur shihem, edhe kur i takoj, ata kanë qef me nejt me mu, edhe janë shumë të lidhën me mu, sidomos djali Beni, djali dytë është shumë i lidhën me mu, e keni parë nashta edhe në përfotet mia në Facebook, edhe ka dhe ngjashmëri shumë të madhe edhe me mu, edhe për ka karakteri, po edhe për ka pamja jashtme. Edhe qysh kur më konë si fëmijë. Jo, po thoni që nuk është se i takoni edhe shumë shpesh. Po, ai po bën shumë një prind çdo 2 javë, po për shkak të pengesave. Sigur, unë është e kuptueshme. E përmenda për shkak të pengesave. Lidhja emocionale dhe lidhja mes fëmijës dhe prindit nuk mund kërkosh edhe kur gjë me ndalë. Absolutisht jo. Për sa ta përmenda, kjo është e përkohshme, diçka e cila është e përkohshme, është kaluese, edhe kjo nuk ndalet. Do të lidhja emocionale nuk shkputet kurrë, edhe as prindi, as fëmia do nuk harrohen kurrë, por mbesin ato fjalët të cilat janë thonë gjatë një procesi, apo edhe veprimet të cilat janë bë, e cilat kanë qenë pengesa. Kuptoj. Shpresoj që edhe kjo ka me kalu një gjithë edhe mande, kur t'ullesh mi pa krejt to që, pas ta kalu edhe kjo që unë e di që unë e të njohë dhe më karakter shumë të fort. Qashtu e marrë në jetën, do thotë, gjithçka është kaluese në këtë botë, gjithçka është relative, do thotë, vetëm vdekja është diçka absolute, cila nuk ndryshon. Te fëmijët, po më intereson, a ke mujt me nuha diçka profesioni të të vegjëlit? Apo më duket avokat. Do një më po krejt avokata. Jo, e kom vrejt për shembull te djali i vogël, te Beni, ai është shumë i gjinshëm, është shumë logjik, do thotë edhe është i argumentueshëm, është i artikulueshëm, din me artikulu shumë mirë. Unë kur nuk ja imponoj profesionin. Asnjë fëmijë tem nuk ja kam imponu profesionin, as aty në të mëdhejve, as këty në të vegjëlve. Është pasioni i cili duhet ta udhëheq secilin individ, unë ashtu besoj, drejt një profesioni. Ashtu sikur se unë kam pas pasion për shembull drejtësinë, edhe avokatin, ashtu duhet ta kenë edhe ata. Po nuk kisha imponu kurrë. Jo, po thonë që nuk ishi dash asnjëherë më bë avokat, se është rrugë e vështirë. Jo, është profesion shumë i mirë, po varet do të thotë besoj që nuk ka profesion të mirë i cili nuk është i vështirë. E kuptoj veç më kanë avokat. Sa të mira janë të vështira kuptohet. Veç më kanë avokat, besoj që është pak përgjegjësi pas përgjegjësive. Po, është. Ki të bëj me jetën e dikujt, ti më kanë mjek. Ashtu është përgjegjësi shumë e madhe për më bë avokat, për shkak se ti me një moment caktuar ti jetës një personi po më edhe me gabu, edhe një avokat besoj gaban. Po, për çata po them, je një faktor shumë relevant në cilën mundesh me drejtu gabushëm në udhëkryqjen e jetës tij. Edhe kjo mundet me kushtu shumë atij. Ose asaj, varësisht çfarë. Po dal pikë thojna dhe po flasim për diçka se po më intereson shumë edhe kjo mos tum ikse mandej mu mik. Fitnesi se çysh po të shkojnë. Me fitnes mirë. Po mundesh me majt gjithë këtë glamour. Me fitnes mirë na thuja se tash gati 15 vite për vitin 2010, po unë me kon sa më e rregullt kohëve të fundit nuk po kam edhe bashkëmundësi, për shembull për shkak të angazhimeve të avokatisë. Domethënë që edhe këtë pjesë nuk është që porrin shumë telefon. Jo. Po mirë, domethënë se pas na kuptu.
Jo, unë kam shumë angazhime gjatë ditës. E kuptaj. Edhe pse kam pasion, do të thotë fitnessin, kam qef me shku në fitness, njihna shumë mirë, do të thotë i relaksum, po për shkak të angazhime nuk muj me shku për shkak bash aq shpesh. Nuk shkon çdo ditë. Jo, për shkak çdo 2 ditë ose çdo 3 ditë, përpiqem me kon 3 deri 4 herë mbrana javës. Është e bukur se ti e proklamon këto, domethënë për storyt. Edhe shumë e bukur edhe për ritmet po që domethënë po bën. Absolutisht, do të thotë trupi shëndosh në mendje të shëndosh, kështu thuhet. E bukur edhe kjo. Tregom çka kemi me prej teje. A ka diçka që ti ki në mendje ndonjë projekt? Diçka jashtë avokat, ta e ke mendu? Qoftë edhe më kam pjesë politikës. Jo, unë me... Një gjithë që ti e veç avokat, nuk është që dënë me laborum. Me politik, do thotë, jo marë si këshilltar i ministrit Paleka, edhe pse nuk jom konë, do thotë, antari i partisë politike. Aso ko, jom konë këshilltar profesional, për çështjet të aviacionit. Për shkak se Ministria e Infrastrukturës ka pas një resort të aviacionit, edhe unë jam shku si këshilltar i aviacionit, po mirë po më vonë tani kanë ndodhur edhe me përfshirje edhe në paresurit të Ministrisë së Infrastrukturës. Prej vitit 2020, do thotë, kur jam përshëndet me funksione publike, nuk kom pas ndonjë angazhim në politik. Jam komod këtu ku jam, do thotë, si avokat, me ushtrimin e profesionit të avokatit. Se çka bjen e ardhme, ato nuk dihet, nuk muj me paragjyku. Mirë po, besoj se jam i kënaqur me profesionin edhe me punën cilën e bëj. Besoj që kemi mujt me arrit me thonë ato që kemi dasht me thonë. Edhe ka qenë intervista e jote shumë ndryshe dhe interesante sa që ti delja dhe fjalë veç për çështjen e avokatit. Unë po besoj që po, do thotë në ato fotografi cilat u shfaqen pak më parë. Kur ti fol për jetën tënde private këto. Pak më parë është një prej momenteve cilat ndoshta miku pa e përmend, do thotë në vitin 95, do thotë, kur e kemi përfunduar shkollën e mesme, aso kohë u pata zgjedh, do thotë si Mister, a jam gabim apo? Mister i shkollës ekonomike. Hoxh Kader Prishtina. Hajde tregom edhe për të ngjësi, pra, nuk po iki pi studios pateri. Nuk jo marr me kur do thotë me atë profesion, po ka qenë këtë një përzgjedhje spontane, ka qenë emramja e maturës, edhe unë pata zgjedh si mister i shkollës. Domethënë gjithmonë të kujton çat moment. Ka qenë një prej momenteve, do të thotë, të rëndësishme gjatë shkollës mesme, përfundimin të shkollës mesme. Okej, se do të më na ikë një detaj goxha i rëndësishëm që se u fillova pak edhe në bisedë. Për mua sonte për ne ka qenë shumë kënaqësi e madhe, është kënaqësi e madhe me të njoftë edhe jashtë ekranit, jashtë televizionit. Ti e din që unë edhe të ndjek edhe në media të tjera edhe të kolegët e mi që del, po unë nuk është që kuptoj në çështjen e avokatit ose diçka të ngjashme. Kjo foto ishte këto po. Kjo është kujtësuar jam e gjithë i goshi. Sa vjeç ke qenë këtu? 18. Okej.